Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Këto 4 shenja tregojnë se do të keni probleme me zemrën. Shkoni urgjent tek mjeku. Ushqimi i keq, mënyra e shpejtë dhe e pashëndetshme e jetesës, ekspozimi ndaj stresit dhe aktiviteti i pamjaftueshëm fizik janë shkaqe që problemet e zemrës sot shfaqen më herët se kanë qenë dikur. Vështirësitë në gjoks, shtypja apo dhimbja në gjoks janë treguesit më të shpesh që me zemrën tuaj diçka nuk është në rregull. Dhimbja e cila përhapet në drejtim të duarve, lehtë ju do ta identifikoni, sepse dhimbja pothuajse gjithmonë shkon në drejtim të dorës së majtë. Dhe gjithashtu, nëse vëreni që po ju dhëmb dora ose po ju dridhet, mos humbisni as edhe 1 sekond, por urgjentisht ju duhet të shkoni tek mjeku. Jeni shumë të lodhur. Kjo nuk është një lodhje e cila mundet të vijë nga mungesa e gjumit, bëhet fjalë për një lodhje ekstreme. Arsyeja pse ju ndiheni kështu është mungesa e oksigjenit. Zemra është duke u lodhur dhe lufton për të çuar oksigjen në trupin tuaj. Megjithatë, vetëm ky problem nuk do të thotë se ju vuani nga ndonjë sëmundje në zemër. Këmbë të ënjtura. Ënjta në këmbë mundet të ndodhë për arsye nga më të ndryshmet si shtatzania, venat me variqe ose kur udhëtoni dhe keni një hapësirë të vogël në të cilën lëvizni. Ajo mundet të jetë gjithashtu një shenjë e problemeve në zemër dhe një gjendje kronike në të cilën zemra pompon gjak në mënyrë joshëse. Dhimbje ekstreme kur ecni. Nëse ju kap ngërçi në muskujt e këmbës apo hijeve, kur ju ngjiteni në shkallë apo mal, kur ecni apo lëvizni, pastaj ndiheni më mirë kur pushoni, mos mendoni se kjo vjen vetëm për shkak të moshës apo mungesës së aktivitetit fizik. Kjo mundet që të jetë edhe një shenjë e shumë sëmundjeve që lidhen me arterien periferike. Marrje mendsh ose trullosje. Ju merren mend apo ndiheni të trullosur, edhe pse kjo është një nga ato simptoma që mund të ketë shumë shkaqe, jo domosdoshmërisht të lidhura me problemet në zemër. Nëse ju keni qenë ndonjëherë në një palestër, ju mund të keni parë shenja paralajmëruese për të ndalur ecjen, vrapin dhe gjithashtu biçikletën, sepse keni pasur marrje mendje. Kjo gjendje mundet që të jetë gjithashtu e shkaktuar edhe nga dehidratimi. Por nëse kjo gjë përsëritet shpesh, ju duhet të bisedoni me mjekun tuaj për të parë efektet e saj anësore. Problemet e veshit të brendshëm, anemi ose rastet më të rralla, edhe problemet të cilat lidhen me zemrën, mund të jenë fajtore. Probleme me frymëmarrjen. Pavarësisht ushtrimeve me biçikletë 3 herë në javë, ju keni nevojë për shumë frymëmarrje kur ngjitni shkallët ose kolliteni shumë. Kjo mund të jetë prej astmës, anemisë, një infeksioni ose rrallë një problem që lidhet me valvulat e zemrës apo aftësinë e tyre për të pompuar gjak. Gërhitja ose apnea. Gjithashtu kjo mundet të kuptohet që është e bezdishme të flesh me një njeri i cili gërhet dhe kjo është një simptom shumë e mirë dhe e dallueshme. Apnea është sigurisht një gjendje ku njeriu nuk merr frymë gjatë gjumit për pak minuta dhe lidhet me ndryshimet fiziologjike të cilat rrisin rrezikun për infarktin. Trajtimi i apneas mundet që të ulë rrezikun për probleme të ndryshme me zemrën, kështu që herën tjetër që ju shihni një person që ka këto probleme, mund t'i kërkoni që të shkojë të vizitohet. Depresioni. Gjendja depresive nuk është ndoshta një shenjë se ju keni probleme në zemër, por mirëqenia mendore është e lidhur me atë fizike dhe shumë studime sugjerojnë se njerëzit të cilët janë në depresion janë në një rrezik më të madh për probleme me zemrën. Migrena.
Migrena ndodh në 12% të popullsisë së përgjithshme, por që rritet me rreth 40% në pacientët me sëmundje kardiovaskulare. Megjithse nuk ka një lidhje të qartë, dukuria e migrenës ka qenë gjithashtu e lidhur me disa anomali të zemrës, kështu që është e mundur që dhimbjet e kokës që ajo shkakton mund të kenë një lidhje me mosfunksionimin e zemrës. Dëgjoni rrahjet e zemrës kur flini. Mjekët thonë se disa persona me probleme në valvula dëgjojnë rrahjet e zemrës të tyre gjatë natës, kur janë duke u përpjekur për të rënë në gjumë. Dhe nëse mendoni se duke ndryshuar pozicion, nuk e dëgjoni më, nuk duhet ta injoroni. Ankth, djersitje të tjerë. Ju jeni papritur në ankth, djersiteni dhe gjithashtu keni përzierje. Këto janë simptomat klasike të një paniku, por ato janë edhe treguesit e një sulmi në zemër. Nëse keni këto simptoma lodhje ekstreme dhe i shoqëroni me dhimbje, duhet që të shkoni në urgjencë menjëherë. Pritja më shumë se 5 minuta për të kryer veprimet e duhura mundet që të ndryshojë mundësitë tuaja për të mbijetuar. Në fakt, ato arrin në spital brenda një ore pas simptomave në sulmit në zemër, kanë mundësi për mbijetesë më shumë se sa ata të cilët presin. Gjakderdhja në gojë. Shumë pak njerëz mendojnë se problemet që kanë me çançakëzët munden që të lidhen me problemet e zemrës. Ato mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacion në trup. Hiperaktiviteti i rrugëve të frymëmarrjes janë një faktor i rëndësishëm në zhvillimin e problemeve me zemrën dhe infarktit. Për këtë arsye ju duhet të kujdeseni shumë për higjienën e gojës duke i larë dhe duke shkuar tek dentisti. Nga ana tjetër, këtu do t'ju njohim me pijet më të mira për sëmundjet e zemrës sipas dietologëve. Sëmundjet e zemrës përfshin sëmundjen e arterieve koronare, aritmin dhe gjithashtu arterosklerozën, edhe pse kryesisht janë faktorët gjenetik të cilët kontribojnë në shfaqjen e tyre, stili i jetesës luan gjithashtu një rol të rëndësishëm në mirëqenien tuaj. Stërvitja e rregullt, pesha e duhur, ushqimi i shëndetshëm, mos konsumimi i duhanit dhe i alkoolit mundet që të ndikojë gjithashtu në shëndetin e zemrës tuaj. Krahas ushqimeve të shëndetshme për zemrën, ne këtu do t'ju njohim me disa nga pijet të cilat munden që t'ju vinë në ndihmë, duke zëvendësuar opsionet e dëmshme. Lëngjet e frutave dhe të perimeve. Frutat dhe perimet janë të mbushura me kalium, një elektrolit i cili mundet që të zvogëlojë presionin në muret e enëve të gjakut, duke mbështetur shëndetin e përgjithshëm të zemrës dhe enëve të gjakut. Për më tepër, kaliumi largon efektet negative që natriumi mundet të shkaktojë tek presioni i gjakut, duke ndihmuar kështu në uljen e rrezikut të hipertensionit, një faktor kryesor për sëmundjet e zemrës. Frutat më të mira janë bananet, portokallet, piepri dhe gjithashtu citro. Përgatisni vetë një lëng me disa feta banane, ananasi, agrume, një grusht spinaq, pak avokado ose panxar. Mos shtoni sheqer në pijen tuaj, pasi mundet që të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj të zemrës. Ujë. Kur jeni të hidratuar mirë, zemra juaj pompon gjak në mënyrë më efikase. Edhe pse të gjitha lëngjet ju hidratojnë, uji është mundësia më e sigurt, më e thjeshtë dhe më e mirë për t'u hidratuar. Çaj. Çajrat bimor si kamomili dhe livando mendohen se janë një mënyrë fantastike për të përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ju mund të pyesni veten se çfarë ka kjo të bëjë me shëndetin e zemrës. Gjumi i pamjaftueshëm është një faktor rreziku për sëmundjet e zemrës, pasi ka potencialin të rrisë presionin e lartë të gjakut, obezitetit dhe diabetit, të cilat mund të rrisin rrezikun për sëmundjet e zemrës. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato,
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.